Gjatë që unë nuk e disha, as që fytyra nuk ishte me më kthy më në gjendjen e më përparshme. Story time se si më bë fytyra prej kështu për vetëm një javë. Si fillim përdori larësin e Honeybee. Siç e dini të tanë, unë marr kortizon. Edhe, siç e shihni, një ndër gjanat kryesore që kortizoni mund ka lënë është fytyra madhe. Edhe kjo shkaktohet prej faktit që unë kam hunger creep, edhe nuk bën me hunger creep. Domethënë momenti që ti je me kortizon, ti nuk bën 0 creep as 0 sheqer. Me sheqerin kam kanë 0 një muj, edhe çështja është se me creepin nuk mundem, sepse unë kam lidhje shumë fort në ushqimin, edhe kjo është gjanja. Gjithsesi unë jam të provu këtë të Honeybee që është me cooling effect, edhe du me provu gjysën e fytyrës me te, dhe me pas se çfarë ndryshimit ka me pas fytyra te dipafnes. Do të thënë grumullimi që bën kortizoni është thjesht grumullim ujnash, edhe çdo gjë që unë pi, çdo gjë që unë ha thjesht grumullohet si ujë, edhe për një shkakton fytyrën kaq të madhe. Njerëzit kur më shohin rrugë janë kështu, ka ke shnosh prapë kështu, edhe unë që jam nuk kam shnosh, sepse kortizoni të shnosh në fakt edhe në trup shumë, por me shumë stërvitje, me shumë mundohem që me majt, dhe jam edhe ma dopt se sa kam kanë parë se me fillu kortizonin me pjesën e kileve. Kështu që për këtë pjesë është mirë ka super cooling i hair.